thot se ai është kapiteni ynë? Me gjithë lodhjen që bëra për të stërvitur, nuk është e Shiko, tani drejtë. mos u mërzit, nuk ja vlen fare. Ta shiko, thani lotët me një herë. Tani për tani unë nuk jam kapiteni juaj. E përse nuk je? Po, për motivin e thjesht që tigri nuk e mund ai vetëm. Po, ashtu është. Heq dorë gjithashtu, sepse di se shumë shpejt do të vi dita kur do të uleni në gjunjë dhe do të më përgjeroheni që të bëjmë komandanti e ekipazhit. Si thua ti, Raber? Them se nuk ka për të ndodhur kur. Çfarë? Këtë do ta shohim. Gjithçka shkoi sikur se shpresoja. E dija se nuk do të më zgjenin. Jam shumë i lumtur. Naguri! Po të vë në DMI se herën e ardhshme do të fitoj unë. Shiko se mos harron siç e ke zakona, u morën vesh. Udhëtim të mbar. Ki kujdes për veten, dakord? Do të shihemi në det, djema. Naguri ndahet nga 3 miqtan të vegjël. Raberi, Sabo dhe Esi kanë mësuar shumë nga kapiteni Plak. Gjithçka në rregull. Mrekulli, atëherë mund të vazhdojmë. Kontaktoni me babain e Sabos edhe i thoni se ne kemi gjetur djalin e tij.